i ka përcjell krejt kolonën ty e fotografu. Do me thonë, i ka fotografuit edhe me bo filma. Edhe ai ka përcjell kush ka met e kush është vëra. Do me thonë qesh si e në kondë, si e kone përgaditën kjo masakre me jes. Arkoni që tu në shpinë teme o konë. Ashtë llogaritë, ai kur o hinë o bërë i ka thonë shoqës teme, i thot me pa Arkonin e nje. Jemi në meje të Gjakovës, një ndër fshatrat më të dëmtuara të luftës së fundit, por një fshat I cili ka rritur në vazhdimsi akademik dhe intelektual. Këtu përballë meje kam zotri Sokolin, I cili do të na tregojë në detaje për fshatin, por edhe për gjithë veprimtarinë e familjes së tij intelektuale. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht po ndalemi si ka qenë fëmijëria jote këtu në meje dhe sa ka ndryshuar pas luftës së fundit. Ne kur jemi ardhur këtu, I kemi pas punë të mirë edhe ishin atëherë ishin çdo gjë, ish punësimi, shkollimi, tana ishin në rregull. Mirë po fatkeqësisht u bë lufta. Edhe ne kishim një kujshie, kishim malazez, edhe ai neve na murë në sytë keq, edhe dyshoj, edhe është e vërtet, si qaj na boni, do me thonë, mundshme për me na bo këto vrasje, këto masakrime, këto krejt, për familjen tonë është fjala. Do me thënë gjithë jeta juaj ndryshoi nga një fqin malazez? Ndryshoi krejtësisht, se ai I kishte grupet e veta, I kishte njerëzit e vet, ai I qitit e tjerët me na bo. Ai rikën terën. E kështu që atë ditë si o bo debimi këtu me 27 prill, ai deri I ka përcjell krejt kolonën ty e fotografu. Do me thonë, I ka fotografuit edhe me bo filma. Edhe ai ka përcjell kush ka met e kush është vëra. Do me thonë qesh si e në kondë, si e kone përgaditën kjo masakre me jes. O kone përgaditën këtu kanë marrë me mija, kanë marrë pjesë, apo do kësi ushtar, apo do rezervista, apo do njësi speciale policore, të në llojet si kanë marrë. Arkoni që tu në shpinë teme o konë. Tash llogaritë, ai kur o hinë o bërë I ka thonë shoqës teme, I thot me pa Arkonin e nje. Do me thonë që aty po dyshoj si o konë vetë. Kështu që grumbujt që të une, kur I marrë tash me euro mrapa vllaznive, kom pa grumbullin e dhevët që tu. Si I kishin bulu këto kufomat, edhe une nuk kom tregu kërkujna, që thojsha bile kufomat t'i gjejmë. Kur o bo një javë, kur I marrë mas një jave, gjitha I kishin pas hek e bajt me kamione e qunë Batanicë. Kështu që krejt mashqitohen. Do me thënë ju jeni një dëshmitar I edhe gjallë. Po, dëshmitar, jam krejt e din gjare. Edhe Cilat edhe I keni faktuar? Po, qashtu. Edhe tash këta neve kur u bon zbulimi atje në Batanicë I Vorrezave, krejt të gjithë I gjetëm Batanicë. Edhe I kemi të vorosën qëtu. Shka me bo? Sa persona I keni humbur ju të familjes të ndëti? Une I kom 3 vllazën qëtu, të gjithë, njoni I konë inxhinier, njoni I konë, të gjithë I në konë matrise une, të gjithë I në konë, do me thonë, shkollu, edhe 3 vllazën, djalin e vllavët 17 vjeç, para nonës ma kanë marrë. Djalin e ajës, djali Hazreti, 8 motra. Do me thonë, ata nuk kanë kursyje. Une, fati une kom dalë një orë për para. Një orë për para.
edhe një orë mas o hi ofenziva, edhe ne kanë djegë shpijat, ne kanë pushkatu mashqit, edhe këtu sot që tu 376 persona si jonë i kësaj treve si jonë të vorosën qëtu, ka edhe njerëz që nuk i kanë voros këtu, i kanë voros në për voreza private. Se ky numër është më i madh, i afrohet 400-shit. Do të thonë ju, zotri Sokoli, e keni quajtur si Srebrenicën e dytë. Po, unë e kom bo 2 libra, librën e fundit e kom quajt Meja Srebrenicë e Kosovës. Se më duket se përveç në Bosnë nuk ka masakër më të madhe. Por fatkesisht, po i harrojmë na shpejt, na shqiptarët jemi harrëstar, po i harrojmë kufomat. Gati 15.000 persona si janë të vëram, sot bëjmë tregti me Serbinë, shkojmë besa po dalin edhe bashkëpunëtorë si punojnë me Serbinë. Kjo është fatkesi e jona e fatkesi e kombit. Sidomos për juve që i keni familjarë. Qashtu. Vrarë nga dora e okupatorit. Veti anëmikut më shku më ja marr mollin, a është në rregull ajo? Anëmikut më i thon molli yt o kam pëlqen. Kjo s'hahet kurqysh. Pastaj si ishin vitet e pas luftës? Ju thuat humbje të mëdha njerëzore dhe besoj që edhe materiale, apo jo sepse Gjakova ishte e tëra thuajse shkatruar? Gjakova, une qëtu Gjakovën, me sytë e mi e kom pa, me hinë në krysh qytetit edhe në fund qytetit, ku një dyqan as një mall nuk e gjejshe. Të gjitha që dugojt djegne, shtëpia djegne. Nuk thivë pas tajti në meja? Unë jam këthuj kohë pas kohë, kom najt një lagje kom najt me njonin, se edhe atina jam jëtë në djallin, edhe mu knejna, e tash ati aj familjen në Shqipni, edhe unë familjen në Shqipni, kemi najt bashkë.